ka luftuar për të nxjerrë të vërtetën e kësaj ngjarje që është ngjarje shumë e vështirë. Njerëzit janë të paralizuar në punët e tyre të përditshme. Fëmijët janë të irrituar. Ja jo protestë që del që i dhatë aty kronik. Ata fëmijë janë të irrituar dhe janë në një moment shumë të vështirë. Janë koshient, janë të ndërgjegjshëm për atë që bëjnë apo? Ata janë të ndërgjegjshëm për atë që bëjnë. Nga të merri nga Afrika. Nga të merri nga Afrika sepse edhe në shkollë me ziven dhe sot po të pyesësh, të marrësh në opinion ata thonë me frikë po rrim. Mendojnë që të bëjnë dhe protesta të tjera dhe si shkollë. Ne nuk e kemi me bangërin si të themi që na i bën ajo, se nuk kemi të vërtetuar, se jemi specialistë, jemi inxhinier të asaj pune, të asaj fushë, por ngjarje të tilla të çojnë në këtë paragjykim. Sepse në 2009 patë një pusë injektimi kundan dhe zharza me kuqerin, u eliminua që mos i bie shumë gjatë, Bashkia e Patosit, ka qenë kryetar Bashkia e Bardhimeli, ka instituar, ka luftuar për ta spostuar atë pusë dhe ai u eliminua. Në 2009 deri në 2012 nuk pati lëkundje. U çpon disa puse, bile kam pru dhe materiale se. U çpon disa puse të tjerë në zonë Zharzu, bëti edhe një rrugë për injektimin e këtyre puseve. Filluan ata punën që injektoheshin, filluan lëkundjet. Nga 2012, nga marsin, aprill një gjë e tillë, ka filluar lëkundjet, ka qenë edhe vjet, ne kemi bërë mbledhje jashtëzakonshme disa herë, si Këshill Komune. Kemi thirrur edhe kompaninë bankës, kemi thirrur ka edhe një koordinatore, një shoqe. Ashtu ndodhi një çiku beti çik të tensionuar njerëzit, ata u larguan, edhe gjatë herë ne s'kemi patur me komunikim me bankësin. Ne si Këshill Komune nuk i njohim as kontratën kësaj firme. A të dim se çfarë ka kontratë, çfarë mund të thuhet, si mund të operojnë aty tek ne. Për ne shfrytëzimi është barbar. Ti kryetar Shite nuk e di që ka një marrëveshje ose një memorandum mirëkuptimi për bashkëjetesë në kompanisë me komunitetin? Po, nuk kemi asnjë marrëveshje, nuk njohim se çfarë marrëveshje ka kjo kompani.